Pjatat me meze, gotat me raki të urojnë nga zemra, gëzuar vitin e ri. Ose, më kujto se të harrova, kartolinën të dërgova. Këto kanë qenë dy formulat klishe me cilat mbusheshin hapësirat e bardha të kartolinave prej letre në Shqipërinë komuniste. Ato udhëtonin në të gjithë vendin përmes dërgesave postare. Në ditët tona kjo traditë është zbehur drejt humbjes së saj. Tani përmes rrjeteve sociale, urimet të vinë në xhamin e ftohtë të celularit pa të dhënë satisfaksionin e dikurshëm. Kartolinat merrnin atëherë një rëndësi të veçantë, ndër persona dhe konsideroheshin shenjë mirësjellje e dallueshme ndaj miqve dhe të afërmëve tanë. Shumë syresh prej tyre kanë mbetur në shtëpitë tona kujtime të atyre viteve. Madje gjejmë mes urimeve të vjetra edhe shkrimet personale të personave që nuk jetojnë më. Kronika jonë është një apel për ngjalljen e kartolinave paper, një traditë unike që bota e ka pasur edhe para viteve 1990. Kartolinat letër mbeten kujtime që koha nuk i fshin dot, ndërsa rrjetet sociale dhe urimet e tyre fshihen me një komandë të vetme.